Jemi sërish te gruaja në bujqësi, bashkë me kameramanin Edon Karakashi, këtë herë udhëtuam drejt Mitrovicës, ku takuam zonjën Valbona Shala Nuli. Dielli i hershëm i kësaj vere gjen atë çdo ditë në punë, duke kujdesur me përkushtim për tokën dhe perimet e saj. Mes lodhjes së sakrificës së përditshme, ajo thotë se puna në bujqësi nuk është vetëm zanat, por është mënyrë jetese dhe dashuri për tokën që ushqen. Unë zakonisht zohem shumë herët. Përveç një kafes kështu të shpejt, e shfrytëzoj pjesën para punës në kopsht, edhe bëj një bisedë kozat mirë me pemë të perimet. Mbushem me një energji shumë të mirë pozitive për të vazhdu mandej me punën administrative që e bëj tash e 20 vite me një kompani private në Mitrovicë. Për ndryshe me njëherë pas punës, sa i mbledh i fëmijët, i kthejam prapë rutinës në kopsht, derisa na zënata. Po, tash këtë sezon besoj është lyp për kushtim më të madh puna në toka, në bujqësi. Si a del me menaxhu kohën? Realisht ne punojmë së bashku me bashkëshortin, edhe mundohemi me koordinu oraret, megjithëse nga ana deri të premten, ne pak mëngjes, pak mbas dite i kushtojmë kopshtit edhe pemëve e perimeve, ndërsa qëtu në diellën e kemi full time, këtu kryesisht jemi veç këtu. Sa është hapësira këto që ti e punon në këtë kopsht, edhe me serat që i kem rrapa? Tash 2 vite jemi rrit pak, se kemi fillu me 500 metra katror, në fakt me një gjysmë ari, me një serë të vogël, të cilën e kemi përfitu nga donacioni i komunës. Mandej para 3 viteve kemi apliku prap për një tjetër prap në komunën e Mitrovicës, dhe tash kemi 2 ari e gjys serë, që në fakt me prodhime dalim shumë ma herët, ndërsa vitin e kalum dhe këtë vit i punojmë edhe rreth 20 ari tokë që është në pjesën e serave. Ajo pjesë mbjellet kryesisht vetëm së mborg, spec i djegës, ndërsa brenda në sera, si që i patë edhe jo, mbjellim tranguj, domate, spec të gjatë, spec së mor, po, perimet sezonale. Po sa lypin për kushtim edhe kujdes? Kur filloni qysh prej mbjelljes së farës, spari përgatitjes tokës, edhe mandej deri te ky rezultati këto final? Realisht, për kushtim ndoshta duhet edhe më tepër se që ne kemi mundësi t'i kushtojmë, mirë po ja dalim disi. Po ja dalim, njëherë punojmë vetëm unë dhe bashkëshorti, normal, edhe pak ndihmë nga fëmijët, mirë po kryesisht vetëm ne dy po mundohemi t'ja dalim. Çka të shtyu mu marrë me bujqësi? Si të lindi ai pasioni për me fillu me punu tokën, me dalë mbaqe edhe me mbjell një kulturë? Po shiqo, ne jemi dëshmitarët të ushqimeve të ndryshme, të importuara nga vendet të ndryshme, dhe me që ne unë konkretisht si gjenerat, të them, ndoshta pak e vuajtur, sepse i takoj
një gjenerate që kemi përjetu edhe gjëra jo të mira, edhe para viteve, kryesisht viteve 90-ta, dhe të pas parasysh që nuk po e dim shumë mirë edhe prejardhjen, edhe përbërjen, edhe të gjitha këto, kemi fillu kryesisht për vete, që edhe shohim rezultatin pezo edhe dallimin e vrejmë pezo të një speci ose një domate ose një qepe fundit, po pastaj e kemi po që edhe rezultati është më i mirë, edhe është shija tjetër, edhe fundit kjo tokë është një tokë jo vetëm kjo këtu tek ne, po e gjithë Kosova ka tokën shumë të mirë dhe unë inkurajoj edhe të gjithë të tjerët që nëse edhe vetëm 1 metër katrore ta ka ndikun, ta punojnë. Nuk përdor asgjë Valbona, vetëm ujë edhe... Përveç ujit, që e ujisim në kohë të caktuara dhe shiut që bie. Po ato përgatitjet që duhet mandej te pjesa e plehit edhe... Plerat jo artificiale, qesim plenë natural të kafshëve edhe tjetër asgjë. Po farat ku i bleni? Farën ne e kultivojmë. Ka pas ndonjë moment që është shfaq ndonjë smundje dhe është dashur me i trajtu, që për ty mendoj ka qenë fillim kur e ke pa, besoj nuk e ditë se si me trajtu atë lloj bime, kulture? Po, vitin e kaluar kemi pas një dëmtim të disa rënjve brenda serës. Kemi hulumtu, kemi bisedu me ekspert të fushës, po, na kanë referu me çfarë ti trajtojmë, mirë po, ne kemi menduar që ndoshta si bim mund të ketë ndonjë smundje kështu që vije, mirë po, ndonjëherë mundet edhe veç toka të ketë ndonjë infeksion, megjithëse për ata që nuk e dinë, kjo pjesë këtu komplet viteve të 90-ta nuk ka deri tash viteve të fundit s'ka qenë punu me hiç, sepse ka qenë e dëmtuar nga kimikatet e fabrikës së akumulatorave. Normalisht këtu nuk ka pas nuk ka qenë tokë e punueshme, po. Po me kalimin e kohës, gradualisht ato mbeturina i janë hjek dhe tash punohet. Shkaki kushteve atmosferike, ka pas ndonjë humbje viteve të kalume? Apo edhe këtë vetë shkaki thatësirave të mëdha, ka ndiku drejt për drejt tek kjo këto? Temperaturat e larta pak si më thonë, e ngadalsojnë rritjen. Vitin e kaluar ka qenë një fazë kur ka pas temperatura shumë të larta dhe thatësia ka qenë më e madhe. Që s'ka pas shumë rendiment të madh, po? S'ka pas shumë rendiment, mirë po ajo është... Po, nuk është në dorën tonë, duhet mu pajtu me këto. Këtë vit njëherë ka fillu shumë mirë, ta shohim se si do të vjen. Flasim pak edhe për këtë përgatitjen e ajvarit që e bën. Ne kemi pak edhe si trashëgimi dhe me mburje dhe krenari e ruaj recetën e gjyshës dhe nënës. Na trego dhe një vetë sekretin e gjyshës? Ndoshta edhe gjysha ka pas një sekret pak ma që s'ma ka tregu. Pak shako, mirë po sekreti nuk është asgjë tjetër përveç punës dhe përkushtimit. Asaj dashnis që e bën. Thjesht, po. S'ka si mos dali e mirë. Speci është 100% bio. E punojmë në kushte shtëpiake, mbi zjarr,
do më thënë jo në për edhe në për makineri elektrike apo diçka tjetër, mirë po e punojmë tamam si gjyshet tona dhe si nënat tona që e kam bërë mbi shporetat me dru, në formën më të ngadalshme, që thjesht kushton shumë kohë, shumë mund, mirë po kur shihet rezultati, atëherë gjithaj mundi, si kur them, kalon në një knatësi.